Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Argument kam ftuar një aktivist të komunitetit antar të Federatës Vatra në Chicago, zotin Artan Nati, me të cilin do të diskutojmë një problem që është një problematikë përgjithsisht e çdo shqiptari në këto momente, zgjedhjet e ardhshme dhe angazhimi i kësaj herë i diasporës në këto zgjedhje. Zoti Artan, mirë se erdhët në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Shpeshherë në mediat e komunitetit unë kam lexuar artikuj mjaft interesant të shkruar nga ana juaj për situatën zgjedhore, për politikën kombëtare dhe për mënyrën se si Shqipëria të ecë më mirë në rrugën e demokracisë. A mendoni ju se angazhimi i diasporës në këto zgjedhje të fundit, siç është vendosur tashmë, mund të bëjë ndryshim në jetën politike në Shqipëri? Patjetër mund të bëj dhe në fakt duhet të bëj. Nuk besoj se ka marrë roli që takon, sepse nisur nga numrat, diaspora shqiptare në numra faktikisht është më e madhe se sa vetë popullsia e Shqipërisë apo se popullsia e Kosovës. Dhe kjo numër nuk mund të neglizhohet. Përkundrazi, ne shërbejmë si një urë për të lidhur Shqipërinë drejt asaj që ajo aspiron, siç është europianizimi i vendit, bërja pjesë e komunitetit evropian. Të gjitha këto faktorë politika shqiptare duhet të shfrytëzojë dhe të krijojë një besim tek diaspora shqiptare, kuptohet Vatra si organizata më e fuqishme, saj duhet të ketë rolin më aktiv dhe besim më të lartë në këto procese që kalon vendi. Pra, së fundi, mas presionit edhe të vetë diasporës, presionit nga brenda dhe nga jashtë, diaspora do të mund të votojë. Ju thatë me të drejtë që numri i votuesve, siç është regjistruar në momentet më të fundit, është 245.000 votues. Nga këto ne prezumojmë që ndoshta për shkak të teknikaliteteve mund të ketë edhe mund të humbin edhe votat pa rregullta, për arsye sepse është i çike komplikuar, hiq një zarf, fut një zarf edhe problematika të tjera, por vem re një dukuri. Nëse diaspora shqiptare e Amerikës, po flas për diasporën pas viteve 90, është në një numër mjaft të madh, numri i personave të regjistruar për të votuar është gati 15.000. Pse kjo diferencë ka që madhe? Ndryshe nga Evropa, që në Itali apo në Greqi apo në Gjermani ka më shumë votues. Kuptohet, vështirësia besoj kryesisht është teknike, mos informimi në kohë i shqiptarëve. Besoj se shumë shqiptarë qëndrojnë larg problemeve, si të thuash, nuk janë të ndërgjegjshëm për atë që po ndodh në Shqipëri, dhe ndoshta dhe pengesa nga ana e qeverisë edhe nga ana e opozitës, nuk janë shumë të interesuar për votën e diasporës, pasi besoj se dhe nuk mund ta kontrollojnë atë. Kjo është problemi i madh i tyre. Pra, ju mendoni se forcat politike, klasa politike në Shqipëri nuk i intereson aq shumë diaspora, sepse është ajo që thatë që nuk e kontrollojnë dot atë, edhe pse organizojnë tubime, por në këto tubime janë përgjithsisht militantët e partive, por çfarë i ofron qeveria dhe opozita elektoratit gri në diasporë? Unë nuk po gjej asnjë të dhënë në programet e këtyre partive për elektoratin që jeton në diasporë, që ka familjen, fisin, farefisin, vllajën, motrën në Shqipëri. Pikërisht ky është problem më i madh i politikës shqiptare, sepse në kushtet që ndodhet Shqipëria, ata janë vendosur fort në pozitë që duan të mbajnë me çdo kusht këto pozita. Qeveria ndodhet në një pozitë komforte duke kontrolluar jetën politike të vendit, por ashtu dhe opozita shpeshherë duke bashkëpunuar me opozitën duan të jetojnë në këto kushte që janë tani, duke qenë në kontroll të disa situatave. Ndërkohë, presioni më i madh është i oligarkëve, të cilët me presion të dyja palëve, ose më saktë shumë palëve që janë tashmë në politikën shqiptare, dhe si e tillë ata i tremben gjithmonë diasporës, sepse gjithmonë është frika e ndryshimit.
ata nuk duan asnjë mënyrë që vendi të ndryshojë. Dhe kjo është problemi i madh që ekziston në politikën shqiptare. A vëret kjo edhe në fushatën elektorale, apo dhe në vendimet e KQS-s? Sepse pse duhet të merreshin këto vendime që mund të kuptoheshin me mend paraprakisht, pasi kishte edhe përvoja të tjera nga vendet tjera me afërta e Kosovës, se si të bëj procedura zgjedhore, kur përpara se të niseshin fletë votimit, ato ende nuk e kishin qartë aq më tepër elektoratin në diasporë se si do kryhet ky votim. Patjetër, ata gjithmonë mendojnë më mirë të bashkëpunojmë me djajt që njohim se sa me djajt që nuk njohim. Kjo është arsye që ata, si thua, bëjnë një gjysmë hapi për të testuar ujërat dhe më vonë të vendosin si mund të bëjnë. Por gjithmonë, siç thash, ekziston ajo frika që diaspora në përgjithësi, mendoj, duke qenë në kontakt me eksperiencën perëndimore, me mënyrën se si operon shoqëria perëndimore, si nga ana politike dhe nga ana ekonomike, por edhe organizimi i shoqërisë në përgjithësi, ka një kulturë të veçantë dhe më shumë tentojnë të shkojnë drejt pjesës gri të votuesve. Dhe kjo pjesa gri gjithmonë është e pa kontrolluar, e pa parashikueshme, dhe mendoj kjo është arsye që kur vinë kryetarët e partive në Amerikë apo në vende të tjera, thjesht bëjnë atë zhurmën mediative që mbledhin ndjekësit e tyre dhe gjithmonë bëjnë premtime falso, të cilat në thelb thjesht duan që të forcojnë pozita me elektoratin që kanë, por ndërkohë harrojnë që ata gjithmonë më shumë distancojnë elektoratin gri, duke bërë premtime që nuk mbahen dhe fakti është që premtimet nuk mund të parashikosh as edhe një herë. Ata duhet, mendoj unë, duhet të punojnë më shumë me krimin e institucioneve, me krimin e kushteve që individët shpalosin aftësitë, meritat e tyre, sepse ne nuk, në fundit, ne nuk jemi krijesa të parashikueshme, ne jemi krijesa të pasionit, dhe duke lënë të lirë të nxjerrim kapacitetet tona, ne mund të japim një efekt pozitiv në jetën ekonomike, politike të vendit. Dhe këtë ata nuk e dëshirojnë, mendoj unë. Pra, kjo vjet të re, unë po përmend një shembull në qëndrimin ndaj mas mediave në diasporë. Është interesant një fakt, pasi ne u interesuam vetë pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke qenë një televizor që mbulon gjithë Shtetet e Bashkuara në TV over IP, që mund të ndikonim dhe sa mund të ndihmonim në drejtim të sqarimit të procedurave zgjedhore, në drejtim të tregimit se si njerëzit mund të votojnë, pa bërë fushat elektorale, ne kur kanë ardhur përfaqësues të dy partive kemi pasqyruar në televizion dhe nuk ka pasur asnjë interesim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me gjithë insistimet tona, me gjithë kërkesën tonë, nuk duam edhe pagesë, por duam thjesht që elektorati në Shtetet e Bashkuara ta di si duhet votojë. Dhe është pikërisht ai mendimi juaj se ata i druen diasporës, sidomos pjesës së pa angazhuar të diasporës, sepse ata flamurtarët e secilës partia apo grupim do shkojnë në mitingjet elektorale të liderëve të ndryshëm, por ata nuk janë e gjithë diaspora. A mund të ndryshonte këtë problem nëse diaspora do të kishte mundësi të zgjidhte kandidatët e saj në këto zgjedhje? Shqipëria e ka pasur një rast në vitin e largët 1921, 22, 23, 24, kur Noli ishte kandidat i Vatrës në Shqipëri. Pra, ekziston mundësia, por është ajo që thoni ju që klasa politike nën presionin e oligarkëve nuk duan ndryshim të status quo-s. Po, pikërisht kjo është, mendoj unë. Ata i trembën pikërisht atyre fenomeneve që kanë lindur në Europën perëndimore, që me rilindjen europiane, apo më vonë me iluminizmin, apo me revolucionin industrial, ata dhe i trembën këtyre fenomeneve, sepse e vërteta është që shoqëria shqiptare është shoqëri e pa emancipuar. Ne kurrë nuk kemi kaluar në procese të transformimit, as kemi kaluar as rilindjen europiane, as iluminizëm, as revolucionin borgjes. Dhe pikërisht
Kjo, ne faktikisht mendojmë kultura jonë është me afër me kulturën e lindjes mesme se sa me kulturën europiane. Dhe kjo është një problem më vete i shoqërisë sonë dhe pikërisht këta politikanë që kemi ne, faktikisht mendoj se janë në nivelin mesatar intelektual të shoqërisë, këta politikanë që çdo ditë pretendojnë se ta kalojnë vendin në Europë apo nuk me sa presin që vendi jonë të bashkohet, mendoj se këta njerëz më afër janë lindjes mesme se sa aspiratave dhe dëshirave të kombit shqiptar. Dhe tu qëndron kontradikta që ata i tremben në diasporë. Diaspora duke pasur një eksperiencë të gjatë tashmë në Amerikë apo në vende të tjera europiane, ka pësuar një ndryshim të madh cilësor për nga ana konceptuale e shoqërisë perëndimore, sepse përveç nesh që jemi më të vjetër, po brezi më i ri ka lindur se kanë shumë të vegjël dhe mund t'i quajmë tërësisht europianizuar, por përsëri kanë një dëshirë të zgjartë për të kontribuar dhe për të sjellur idera të reja në këtë vend. Kam parasysh këtu thënien e madhe të një ekonomisti austriak që thotë ne duhet të ekzistojë krijimi shkatërrues. Me këtë kuptim krijimi shkatërrues është që në çdo moment në partitë politike, në politikën përgjithësi shqiptare, në qeveri, gjithmonë duhet të ketë antagonizëm, duhet të ketë rrajë idesh dhe duhet dalin gjithmonë elemente. Sepse ndodhemi në situatë të tillë që të gjithë thonë, po iku Berisha kush do ta marri, po iku Rama kush do ta marri. Kjo është një mendësi tërësisht anadollake, mendoj unë. Shqipëria ka njerëz shumë të aftë, shumë të përgatitur dhe shumë më të aftë se këta që ekzistojnë sot. Por është pikërisht kjo marrëveshje e fshet ndërmjet politikanëve dhe oligarkisë ekonomike që e mbajnë vendin peng. A mendoni se një mobilizim më i madh i vetë diasporës, ndoshta në zgjedhjet e ardhshme se këto zgjedhje erdhën, do të bënte që diaspora të ishte element tjetër aktiv, modernizues, emancipues, demokratizues të jetës politike shoqërore shqiptare? Pa dyshim, unë mendoj që në këto kushte diaspora duhet bëj pikërisht atë që ka bërë Noli atëherë, që mori përsipër fatet e kombit dhe arriti bëri gjë madhështore që i dha Shqipërisë statusin e veçantë që të qenë komb edhe vetë qeverisi. Pikërisht në këto momente diaspora duhet të jetë e pavarur, nuk duhet të ketë as edhe një lloj varësie, qoftë nga e djatha, qoftë nga e majta. Dhe duhet dali me program, me ide të reja, me një formë organizimi të brendshëm që të krijojë hapësira për individin. Në ndryshim nga forma e organizimit të partive apo të qeverisë shqiptare. Nga sa keni ndjekur në zhvillimin e debatave politike në Shqipëri, ka dhe disa forcat të reja, po a thua këto forcat të reja me gjithë denigrimin që i bën zoti Rama, me ironizimin e tjerë, kanë fuqi për të sjellë ndryshimin, apo janë në fillimet e tyre të jetës politike? Si faktës për të përshëndetur që për herë të parë ne nuk kemi një, po kemi disa forca të reja politike. Problemi mendojnë më i madh është sepse këta njerëz që kanë dalë me ide të reja, mendoj se janë pa eksperiencë, nuk kanë staf në vetvete, nuk kanë një proces demokratik të zhvilluar në partitë e tyre që të krijojnë bindje në elektoratin shqiptar, që këta janë ndryshe nga paraardhësit e tyre. Ne shikojmë vetëm njëshat, nuk shikojmë shumë. Mund të marrë thjesht procesin e zhvilluar në Francë. Presidenti Macron krijoi një forcë politike dhe bëri atë të paimaginueshme dhe u presidenti i vendit. Por mos harrojmë kishte një eksperiencë saktuar politike. Parakiti disa projekt ligje për reforma të thella për shtatin e vendit me kushte të reja, por nuk i dhanë shans që ta aprovoheshin, dhe në këtë mënyrë ai vendosi të krijojë një forcë re politike. Por forca e re politike që krijoi kishte nga mbrapa disa figura të njohura me eksperiencë, që i krijon besërim aty dhe forcës të tij politike që të binin elektoratin për të i dhënë votën, ashtu siç ndodhi. Qoftë edhe presidenti Trump në Amerikë, njëjta gjë ndodhi këtu. Trumpi duke dalë tërësisht me ide të reja, duke hedhur forcë të kaluara, cilës edhe partinë vetë e mohoi për gabimet e mëdha që ishin bërë, krijoi një besim të njerëzit. Unë nuk e shikoj fenomen të ndodhi të partitë e reja politike. Megjithatë, siç e thash, është një rast për të përshëndetur, ko do të tregoj se sa
mund të ecin dhe sa besueshmëri do kenë. Por deri tani unë nuk shikoj asnjë lloj besueshmërie. Nuk kanë asnjë staf, asnjë figurë të njohur të politikës apo të ekonomisë shqiptare që të mbështetin idetë të tyre. Fjalët dhe premtimet janë bosh. Ne duam vepra dhe të shikojmë fakte. Nga ana tjetër, dy forcat kryesore politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, në projektet apo programet e tyre elektorale, nuk kanë asnjë gjë për diasporën. Nuk janë shprehur, kërkojnë votën e diasporës, po nuk kanë asnjë gjë, as për shembull një lehtësim të taksave doganore për diasporën, diçka tjetër në lidhje me për të ndihmuar diasporën, një diçka në drejtim të transferimit të know-how, të pasurisë dhe të krijimit të vendeve të reja të punës. Unë kam përvojën e disa biznesmenëve shqiptar-amerikan dëshirëmirë, patriot, që shkojnë në vendlindjen e tyre, kërkojnë të hapin fabrika aty siç i kanë këtu në Shtetet e Bashkuara dhe i presin energjinë elektrike nga bashkia sepse kërkojnë bakshishe para në dorë. Në këtë mes edhe patriotizmi më i zjarrt shuhet. Po pra. Pikërisht kjo është arsye dhe unë njoh disa biznesmen që kanë vajtur në Shqipëri për të investuar dhe është pikërisht ajo që thatë juve që atje gjithë politika ekonomike dhe mënyra e qeverisjes së vendit është tërësisht e korruptuar. Njerëzit që janë në qeveri janë tërësisht u mungon dëshira tërësisht për të ndihmuar, sepse duan të ruajnë pozicionin e tyre në pushtet, por ndërkohë e vetmja gjë që ata aspirojnë në atë pozicion që kanë është si të pasurohen për vete dhe nuk dëshirojnë asnjë lloj konkurrence. Dhe siç e përmendëm që parë, për sa i përket diasporës, asnjëri në botë nuk mund të fali të drejta liri pushtet. Është diaspora vetë që duhet bëhet vetë ndërgjegjshme dhe të marrë pjesë aktive në jetën politike e ekonomike të vendit, por duke pas dhe shansen që është më shumë në kontakt me organizmat europian dhe amerikan, mund t'ja u lehtësoj detyrën dhe të bëj atë që ka filluar procesi transformimit në Shqipëri me krijimin e institucioneve. Dhe kjo i thmerron të gjitha palët politike. Institucionet do bëjnë pikërisht atë që jeta ekonomike, politike e vendit të sanksionohet dhe mos jetë pronë e disa njerëzve. Duke ndalur në këtë, po ndalë edhe një paradoks të deklaratave të kryeministrit Rama, që thot unë do të sjell pasaportën evropiane, natyrisht të gjithë shqiptarët që në 91-shin kanë qenë pro Evropës, por pasaportën evropiane e premton që nuk e ka vetë në dorë, sepse vendoset nga Bashkimi Evropian, po e premton një vit pasi mbaron mandati. Është krejtësisht paradoksale. Po, unë mendoj që gjëja më e rëndësishme që duan shqiptarët nuk është premtimi nga ana e qeverisë apo e politikës shqiptare në përgjithësi për pasaportë shqiptare apo për të bërë pjesë e komunitetit evropian. Pjesa më e rëndësishme e këtij transformimi është procesi, se sa të aftë do jenë ata që të krijojnë një proces demokratik brenda partive tyre politike, në jetën politike shqiptare dhe kudo. Kjo sanksionohet vetëm nëpërmjet krijimit të institucioneve. Është për të përshëndetur SPAK-u, ka krijuar një situatë të vështirë për dyja partitë, por mendoj që kjo situatë duhet të thellohet dhe të japi kuraje njerëzit brenda partive që të kundërshtojnë kryetarët e partive. Nuk duam më të shikojmë si konën verit kudo që vete Rama i këndojnë këngë apo i thurin lavde sikur ta ishte Zeusi dhe njeri i veçantë. Jo, ai është njeri i barabartë si gjithë neve, dhe duhet të jetë barabartë para ligjit si të gjithë neve. Ashtu dhe me pjesën e opozitës. Ne duam që kur premtohet primare, të mbahen primare, të ketë konkurrencë të ndershëm, si të njëra parti dhe tjetra. Këto janë proceset që ne mund ta çojmë në Europë. Nuk na intereson fare gënjeshtat që thonë ata. Ata nuk janë magjistar që të na sjellin neve pasaportë evropiane. Ne duam procese demokratike në vend, të lejojnë individit të shpalosi idet, mendimet, pasionin e tyre. Kjo është e vetmja mënyrë për ta çuar vendin drejt Europës. Asnjë gjë tjetër nuk vlen. Me magjirat e tyre apo me mashtrimet e tyre mendoj se ka ardhur koha dhe i ka marrë fund koha që
shoqëria shqiptare të besojnë në magji dhe në supersticiositet. Ka ardhur koha e institucionalizimit të shoqërisë. Kjo bën të mundur që të madhohet pjesa e gri dhe do jetë interesante të shikojmë si do të reagimi i shoqërisë në përgjithësi për situatën zgjedhore që na pret. Zoti Artan, ju faleminderit për analizën mjaft të hollësishme dhe mjaft të elaboruar të situatës politike parazgjedhore. Natyrisht do të jemi sërish në lidhje me ju në momentet të tjera të zhvillimit të fushatës edhe gjatë fushatës. Ju uroj të gjithë mirat ju dhe komunitetit shqiptar në Chicago dhe degës së Vatrës në Chicago për angazhimet e juaja në shërbim të çështjes kombëtare. Ju faleminderit. Faleminderit dhe juve. Gjithë mirë. Gjithë mirë. Miru takofshim. Të dashur televizionistë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund emisionit ton Argument me të ftuarin ton në studio via Skype, Artan Nati, me cilën analizuam situatën parazgjedhore në zgjedhjet elektorale të 11 majit në Shqipëri. Miru takofshim në emisionet të tjera.